Skënderbeu i voleybollit për femra ka nisur me intensitet përgatitjet për sezonin e ri me objektivin e qartë për t'u rikthyer te titulli kampion. Drejtuesit e klubit kanë punuar prej javësh në Mercato dhe sipas burimeve pranë ekipit kanë mbyllur pothuajse të gjitha bisedimet me lojtare shqiptare dhe të huaja që pritet i bashkohen skuadrës korçare. Ato do të formojnë një grup konkurrues së bashku me volejbolistët që ishin pjesë e ekipit edhe sezonin e kaluar. Edhe pse klubi nuk ka bërë ende publike emrat e përforcimeve, mësohet se bëhet fjalë për lojtare me përvojë, të cilat sezonin e kaluar kanë qenë pjesë e skuadrave pretendente për titullin kampion në kampionatin shqiptar. Burime pranë klubit bëjnë me dije se gjatë javës së ardhshme pritet të zyrtarizohet pjesa më e madhe e afrimeve, ndërsa do të prezantohet edhe grupi me të cilin Skënderbeu synon të rikthehet në majën e volejbollit shqiptar. Me një projekt ambicioz dhe një merkato të menduar me kujdes, drejtuesit korçar synojnë të ndërtojnë një skuadër të denjë për të luftuar në të gjitha kompeticionet dhe për të rikthyer Skënderbeut trofet në volejbollin e femrave.